Në këtë pjesë do të flasim për fëmijërinë dhe formimin e Gjergj Kastriotit, i njohur më vonë si Skënderbeu, një nga figurat më të mëdha të historisë shqiptare. Ai lindi më 6 maj 1405 në zonën e Dibrës, në një prej territoreve që i përkisnin familjes fisnike të Kastriotëve. Babari i tij, Gjon Kastrioti, ishte një princ i fuqishëm lokal që sundonte territore të gjera ndërmjet Matit, Dibrës dhe zonave përreth. Nëna e tij, Vojsava, mendohet të ketë qenë me origjinë nga një familje fisnike e Ballkanit, ndoshta nga familjet Muzaka ose Branković. Gjergji u rrit në një familje me ndikim, e cila kishte lidhje me shumë princër shqiptar dhe arbëror të kohës. Fëmijëria e tij u zhvillua në një periudhë të trazuar, kur perandoria osmane po zgjeronte me shpejtësi ndikimin e saj në Ballkan. Gjon Kastrioti, për të ruajtur zotërimet e tij, u detyrua të njohë her pas here sovranitetin e sultanit dhe të dërgojë peng si shenjë besnikërie. Në këtë rrethan, Gjergji, së bashku me vëllezërit e tij, u dërgua në oborin osman si pjesë e këtij sistemi politik. Ai ishte vetëm rreth 12-14 vjeç kur u nda nga familja dhe u nis drejt Adrianopojës, Edirnes dhe më pas drejt Stambollit, ku ndodhej qendra e fuqisë osmane. Në oborin e sultanit, ai u përfshi në një program të rrept trajnimi ushtarak dhe arsimor. Fëmijët e marrë nga familjet fisnike të nënshtruara trajnoheshin për të bërë oficer, administrator ose ushtarak të aftë në shërbim të perandorisë. Aty mësoheshin gjuhët orientale dhe ato të Ballkanit, arti i luftës, disiplina e kavalerisë dhe përdorimi i armëve. Gjergji u dallua shpejt për inteligjencën, forcën fizike dhe talentin e tij në strategji. Ai zotëroi gjuhën turke, arabishtën dhe persishten, por ruajti gjithashtu njohuritë e gjuhës amtare që e mbante lidhur me origjinën e tij shqiptare. Si pjesë e edukimit të tij, ai u konvertoa në Islam, siç ishte zakon për të gjithë djemt që shërbenin në ushtrinë dhe administracionin osmane. Emri i tij u ndryshua në Iskender, që në turqisht do të thotë Aleksandër, një nderim ndaj Aleksandrit të Madh, heroit legjendar që kishte lindur në të njëjtat Troje. Titulli Bej, që ju dha më vonë, do të përkthehej si Skënderbeu, emër me të cilin ai do të hynte në histori. Gjatë viteve të shërbimit të tij në perandori, Gjergji fitoi përvojë të gjerë ushtarake. Ai mori pjesë në shumë ekspedita osmane në Ballkan dhe në Azinë e Vogël, duke u njohur për trimërinë dhe aftësinë për të komanduar trupa në terrene të vështira. Brenda pak vitesh, ai u ngjit në gradat më të larta të ushtrisë osmane, duke fituar respektin e komandantëve të tij. Sultani e çmonte për besnikërinë dhe zgjuarsinë që tregonte në betejë, pa e ditur se pas disiplinës dhe suksesit të tij, fshihej një zemër që nuk kishte harruar kurrë atë dheun. Por përtej trajtimit të privilegjuar që mori, jeta në oborin osman e bëri Gjergjin të kuptonte edhe fytyrën e vërtet të pushtimit. Ai pas se si popujt e Ballkanit humbnin lirinë, besimin dhe identitetin e tyre në sundimin e huaj. Ai studioi me kujdes mënyrën si funksiononte perandoria, si organizoheshin ushtrit, si ndaheshin territoret dhe si përdorej politika për të nënshtruar princat vendas. Kjo njohje e thellë e sistemit osman do të bëhej arma më e fortë e tij në vitet që do të pasonin. Gjergji mbeti për shumë vite në shërbimin e perandorisë, duke u bërë një nga oficerët e saj më të respektuar. Megjithatë, brenda tij rritej dëshira për të kthyer në vendlindje dhe për të rimarrë tokat e familjes Kastrioti. Ai e njihte mirë fuqinë e osmanëve, por edhe dobësitë e tyre. Kishte parë nga afër arrogancën e komandantëve dhe përçarjet që ndodhnin midis trupave të ndryshme të perandorisë. Të gjitha këto do t'i shërbenin kur të vinte momenti për të kthyer dhe për të ngritur flamurin e lirisë. Në këtë mënyrë, vitet e fëmijërisë dhe rritjes së Skënderbeut formuan jo vetëm një strateg të madh, por edhe një prijes që do ta njihte si pakkush armikun e vet. Ai ishte produkti dy botëve, i edukuar në shkollat dhe kazermat osmane, por me shpirt të lidhur ngushtë me atdheun e tij shqiptar. Kjo përzierje e kulturës lindore me ndjenjën e lirisë arbërore krijoi figurën e një udhëheqësi unik, i cili do të bëhej më vonë simbol i rezistencës dhe unitetit kombëtar shqiptar.